Me të drejtën sot bëhet zemra mal, jo vetëm sepse shoh këtu qytetarët e Fierit, por shoh shumë njerëz që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria. Prandaj dua të them mirë se u gjeta qytetarëve të Fierit dhe mirë se erdhët këtu. Është e rëndësishme që fushata që nis sot që kthehet mos jetë thjesht një fushat për një qytet, po të jetë fushata për gjithë Shqipërinë. Siç neve duhet bëjmë fushatën jo thjesht për individin, po për gjithë popullin shqiptar. Kjo është një betejë, jo për individin, por është për të gjithë njerëzit e halleve dhe të problemeve të këtij vendi. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të nisur një fushatë, por jemi mbledhur për të ndezur një shpresë. Jemi këtu për të besuar që ndryshimi është i mundur. Dhe ndryshime mund ta bëjmë bashkë. Fieri është qyteti i punës, është qyteti i historisë, është qyteti i traditave, por është edhe qyteti që meriton më shumë si gjithë Shqipëria. Meriton një qeverisje që dëgjon, një qeverisje që vepron dhe që ban premtim. Fieri prej shumë vitesh dhe qytetarët e tij kanë dëgjuar vetëm fjalë boshe. Kanë marrë premtime që nuk mbahen kurrë dhe harrohen pas ditës zgjedhjeve. Dhe po ashtu kanë marrë projekte që janë thjesht fjalë të thëna në ajër. Lëvizja Bashkë nuk është një parti si të tjerat. Ne nuk jemi krijuar për të shërbyer thjesht një elite, por për të ngritur zërin e shumicës së heshtër. Të atyre që punojnë ndershëm, të atyre që rrisin fëmijët me shumë mundime, të atyre që bajnë familjet me shpatullat dhe që kërkojnë vetëm një mundësi të ndershme për të krijuar një jetesë më të mirë. Lëvizja Bashkë nuk është thjesht një parti. Është një thirrje për çdo qytetar që ka humbur besimin, por nuk ka humbur guximin. Është një zgjim i ndërgjegjes tonë kolektive. Ne nuk kemi milionat e oligarkëve, por mos harroni. Ne kemi një gjë shumë më të rëndësishme. Kemi njëri tjetrin dhe kemi të vërtetën në anë. Kjo fushat nuk është një garë për karrike, por është një betejë për dinjitet. Kjo fushat është për të rinj që po ikin nga ky vend, sepse nuk gjejnë më shpresë. Kjo fushat është për fermerët që dërsiten në rrezet e diellit dhe që produkti i tyre shitet për qindarka, ndërkohë që të fuqishmit pasurojnë xhepët. Kjo fushat është për nënat që presin në dyert e spitaleve por nuk marrin shërbim, por nuk marrin as drejtësi. Kjo fushat është për të gjithë njerëzit e vuajtur të Shqipërisë. Prandaj unë them mjaft. I them mjaft shtypjes. Ne duhet t'i themi mjaft të gjithë të këqijave që kanë ndodhur në këtë vend 35 vjet. Ka ardhur koha që t'i themi boll një herë mirë të gjitha këtyre. T'i themi boll vjedhjes, t'i themi boll talljes, t'i themi boll më pushtetit që për një grup që pasuron një grup njerëzish dhe varfëron një vend të tërë dhe po ashtu e trajton Shqipërinë si pronën e tij private. Unë mendoj se ne gjithë bashkë jemi e reja. Ne jemi e reja ndryshe. Ne jemi e reja e ndershme që nuk shet votat, por fiton besim. Ne jemi e reja. Ne jemi e reja që kemi guximin dhe nuk trembet nga friksimi. Ne jemi e reja e njerëzve që nuk kërkojnë pushtet, por duan të shërbejnë. Ne kemi një program që është i shkruar në 177 faqe, dhe tek i cili flet për të kthyer Fierin dhe gjithë Shqipërinë në një qendër të zhvillimit qëndrueshëm ekonomik. Për të investuar në bujqësi të zhvilluar, për të përkrahur biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm, për të krijuar vende të reja pune për të rinj që të mos kenë më arsye të largohen nga ky vend. Kemi një vizion për arsimin cilësor, kemi një vizion për shëndetësinë që nuk të varfëron. Kemi
Kemi një vizion për administratën që nuk merr rishfet, po thjesht shërben. Dhe mbi të gjitha, kemi një forcë që fiton zemrat. Kemi një forcë që nuk frizon, por frymëzon. Ne kemi një forcë që jemi të gjithë bashkë. Dhe kjo është e reja që po lind, është lëvizja bashkë. Prandaj në këtë fushat le të jemi zëri i ndryshimit, le të jemi zëri i tërës. Le të bëjmë këtë betejë me dinjitet, me ide, me guxim dhe me dashuri për Shqipërinë. Sepse kur jemi bashkë, jemi më të fortë. Dhe kur jemi më të fortë, ndryshimi është i paevitueshëm. Prandaj, rroft lëvizja bashkë, rroft e reja.